Morë se erdhët, kemi përpara një material që, sinqerisht, prek ato pyetjet e mëdha, ato që na mundojnë të gjithëve. Kush jemi ne? Pse jemi këtu? A kemi ndonjë vlerë? Pra, le të shqytemi drejtë në temë. A nuk janë këto pyetjet që na vinë në mendje të gjithëve, sidomos në ato momente kur jemi vetëm me mendimet tona? Përse gjithë kjo? Cili është kuptimi? E po, materiali që kemi përpara niset pikërisht nga kjo ndjenje, nga kjo nevojë njerëzore për të kuptuar se cili është vendi ynë në këtë univers. Dhe bum, që në fillim materiali na vë përballë një zgjedhjeje, dy rrugë krejt të ndryshme. Opsioni i parë, jemi thjesht një aksident kozmik, një produkt i rastësisë. Opsioni i dytë, jemi krijuar me një qëllim të caktuar. Pra, pyetja themelore është kjo: jemi një rastësi apo një qëllim? Mirë pra, si përgjigjet materiali kësaj dileme? E po, pika e parë që prek është origjina. Ideja është në fakt goxha e thjeshtë, por shumë e thellë. Vlera jon nuk është diçka që e gjejmë apo e fitojmë. Ajo vjen direkt nga burimi, nga krijuesi ynë. Dhe këtu kemi thelbin e argumentit. Njeriu nuk është thjesht një tjetër pjesë në mozaikun e krijimit, por është kryevepra. Ndaloni një sekondë dhe mendojeni këtë. Sipas këtij këndvështrimi, çdo njeri, çdo person i vetëm, është pika kulmore e një procesi krijues. Diçka absolutisht unike dhe e paçmueshme. Për ta bërë këtë ide edhe më të prekshme, materiali përdor një analogji fantastike. Pse Mona Lisa vlen kaq shumë? Sigurisht jo për pluhurën apo bojrat. Vlera e saj është stratosferike sepse atë e ka prekur dora e mjeshtrit, Leonardo da Vinci-t. E pra, në të njëjtën mënyrë, argumenti është se vlera jo nuk ka të bëj fare me pasurinë, pamjen apo statusin. Ka të bëj me faktin se ne mbajmë prekjen, le të themi gjurmën e krijuesit ton. Kjo ide e gjurmës së krijuesit na çon direkt te një koncept tjetër kyç. Ç'do të thotë në të vërtetë të jesh krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndis. Le të hyjmë pak më thellë kësaj ideje. Gjëja e parë që duhet të kuptojmë është kjo. Nuk po flasim për pamjen fizike. Harrojeni atë. Shëmbulltyra e Perëndis, ose imago Dei, siç quhet teknikisht, ka të bëjë me softwarein ton të brendshëm, jo me hardwarein. Bëhet fjalë për personalitetin, për ndjenjen e moralit dhe për atë aftësi që kemi për të kërkuar e për t'u lidhur me diçka më të madhe se vetja. Dhe si shfaqet kjo shëmbulltyrë në jetën tonë? Materiali thekson 3 gjëra. Së pari, aftësia për të dashur, dhe jo thjesht një dashuri instinktive, por dashuri vetmohuese. Së dyti, ai kërkimi i pashpjegueshëm për kuptim, për diçka hynore, që e gjejmë në çdo cep të botës, në çdo kulturë. Dhe së treti, ndërgjegjja. Ai busulla jonë e brendshme, që na thot çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Okej, nëse gjithçka është kaq perfekte, nëse jemi kryeveprat krijuara me këtë gjurmë hynore, atëherë, pse bota është rrëmuj? Pse ka kaq shumë dhimbje e vuajtje? Këtu materiali prezanton problemin, një lidhje e kputur, një shkputje nga krijuesi ynë, të cilën Bibla e quan mëkat. Dhe për ta shpjeguar këtë shkëputje, përdoret një analogji që të gjithë e kuptojmë sot. Imagjinoni telefonin më të fundit, më të shtrenjtin, por bateria është 0. Çfarë vlere ka? Absolutisht asnjë. Ja, kjo është ideja. Pa u lidhur me burimin e energjisë për të cilin jemi dizajnuar, thjesht nuk mund të funksionojmë siç duhet. Nuk mund ta përmbushim qëllimin ton. Ose merrni këtë shembull tjetër, një monedhë. Leku shqiptar ka vlerë këtu, në Shqipëri, por shko provo të blesh diçka me të në Japoni. Do të të shohin çuditshëm. Është thjesht një cop metali pa vlerë atje. E po, argumenti është se vlera jonë e vërtet, thelbësore, aktivizohet vetëm në shpinën tonë shpirtërore, pra në lidhje me krijuesin. Dhe pastaj vjen ndoshta analogjia më e fortë, më therse nga të gjitha, peshku jashtë ujit. Këtu nuk po flasim më thjesht për funksionim të keq, po flasim për mbjetesë. Një peshk nuk mund të jetojë në tokë. Pik. Metafora është e qartë. Ti jetosh i shkëputur nga Perëndia është si të përpiqesh të marrësh frymë jashtë elementit tënd jetik. Dhe analogjia e fundit për këtë problem është ajo e pasqyrës së thyer. Shëmbulltyra e Zotit brenda nesh nuk është fshirë krejtësisht, por është shtremburuar. Është si të shohësh reflektimin tënd në mijëra copa të thyera. E sheh diçka, por është e fragmentuar, konfuze. Kjo sipas materialit shpjegon pse ndihemi kaq të humbur ndonjëherë për identitetin ton. Pra, problemi është i qartë. Mirë, e kuptuam. Problemi është një lidhje e këputur. Pyetja logjike tani është, a mund të riparohet kjo lidhje? A ka ndonjë zgjidhje? E po, materiali që po shqyrtojmë thot po, dhe e paraqet një zgjidhje që sillet rreth figurës qendrore të Jezusit. Dhe themeli i kësaj zgjidhjeje gjendet tek ky varg, që me siguri shumë e kanë dëgjuar. Ideja qendrore është kjo. Problemi i ndarjes son nga Perëndia nuk zgjidhet me forcat tona, me veprat tona të mira.
Zgjidhja vjen si një akt dashurie nga ana e Zotit, që dha birin e tij. Për ta kuptuar më mirë, materiali na jep një shembull të thjeshtë, si një histori e vogël. Mendoj një fëmijë që luan me top dhe bang, thyen dritaren e komshiut. Ai e di që do të dënohet, por vjen vllai i madh dhe i thot babait: "E bëra unë, më dëno mua." Ky është parimi i zëvendësimit. Dikush i pafajshëm merr përsipër pasojat për atë që është fajtor. Kjo, në thelb, është ideja e shpengimit. Dhe ja ku është pika kyçe. Ky akt nuk është shpërblim sepse u bëm njerëz të mirë. Vargu e thekson qartë, kjo ndodhi kur ende ishim mëkatar. Pra sipas këtij këndvështrimi, nuk është diçka që e meritojmë, as pak. Është një dhuratë e pakushtuar, e ofruar pikërisht atëherë kur jemi në pikën tonë më të keqe. Mirë, por ç'lidhje ka e gjithë kjo me jetën tonë të përditshme? Si e ndryshon kjo mënyrën si e shohim veten? Këtu arrim te porosia kryesore, ideja e një vlere absolute, të pandryshueshme. Dhe në fund, gjithçka përmblidhet në dy zëra që na flasin vazhdimisht. Njëri zë, ai i botës, na thot: ti vlen sa llogaria jote bankare, sa ndjekësit që ke, sa sukseset që arrin. Por ka edhe një zë tjetër sipas këtij materiali, që thot: vlera jote nuk negociohet. Ajo të është dhënë që në fillim nga krijuesi dhe asnjë dështim apo sukses nuk mund ta ndryshojë atë. Ajo thjesht ekziston. Po në praktik, si përkthehet kjo? Materiali na lë me 3 hapa konkret. Së pari, ndrysho mënyrën si i flet vetes. Shikoje veten në pasqyrë dhe thuaj vetes që je një krijesë e çmuar. Së dyti, ndrysho mënyrën si u flet të tjerëve. Kujtoju miqve dhe familjarëve që ata janë kryevepra. Dhe së treti, dhe kjo është më e vështira, kujtoj që edhe personi që të nervozon më shumë, edhe ai e mban brenda vetes atë shëmbulltyr hynore, sado e mbuluar apo e shtrembëruar qoftë. Dhe ja ku arrim në fund, me një pyetje të madhe për të marrë me vete. Sikur ta besonim këtë me gjithë zemër. Sikur të besonim se çdo person i vetëm që takojmë, duke filluar nga ai që shohim në pasqyrë, ka një vlerë të pamatshme, të pandryshueshme. Si do të ndryshonte kjo gjithçka? Si do të ndryshonte mënyra si e shohim veten? Dhe si do të ndryshonte mënyra si trajtojmë të tjerët?